kur po thuni, po e bëjmë punën tonë, absolutisht. Çka me këta që nuk e bojnë? Për ne, kove të fundit e pash, prap duhet me ju kthy rasteve publike, se unë e kom ma letë, s'keni nevoj me hynë merita atë raste, po kur unë e shoh që, 20% rogës është dënuaj kushi që e ka hek arrestin shtëpijak për Sekiraqën, tash nëse qaj është dënimi... Vjen keq që të lutëm. Nesa i ka qenë veti treti, më doket atë lanë, po... Shumë e rëndësi që e ngritën vjen keq që duhet me diskutu rastin. Vetëm të kemi parasysh. Në kodin më parshëm, nuk ishte mundësi, në qoftë se dënoj mbi 5 vite, që të mos caktoj mosa para burgimit. Në kodin aktual, është heqje kusht. Dhe pyetja është, tani, e heqje gjyqësori, apo e heqje politika? E heqje politika. Tani, në qoftë në kod, është heq, pra në stacion është heq kushti, që pavarësisht dënimit, nuk është mos dëshëm para burgimi, cilë është gjykimi, e para. E dyta, na ke sfigurën vendim, i cili besoj që është publik, si rast, që mosa disiplinore e ka trajtu integritetin e procesit. Sa e ka rrujt procesin për me nëzit besimin e publikut. Dhe në asë të mënyrë, na nuk kemi të drejt me ullëshu në diskutim për vendimarrjen. Për vendimarrjen do të shohej këshilli gjyqësor vetëm pas një vendimi penal gjyqtarin apo kolegjin. Pra nëse do të provohej që e kanë vendim me favorizu dikon, me dëmtu dikon, ama më përfitu për veti. Në rastin konkret nuk ka asnjë proces penal, asnjë indikacion për proces penal, ka bës një proces administrativ të disiplinës. Dhe ne e kemi trajtu vetëm në këndvështrimin e disiplinës, sa sjellja e gjykatës e ka nxit besimin e publikut në raport me këtë proces. Dhe në këtë kontekst është edhe vendimi i Këshillit edhe mosa. Por e vërteta është që duhet me pa rastin në tërësinë e vet. Legjërisht, a ka mujt kolegji gjyqësor mos me caktu para burgimin. Legjërisht, po, sepse licitacioni e mundson. Dhe ka ndodhur ky ndryshim nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, jo nga sistemi gjyqësor. Ata që kanë miratu, nashta kanë profilin standard, s'më du fare me gjyku. Por do duhet fillimisht me pas gjykimin a patit, a dhe a lejohet në situatat kur caktohet dënim me burg mbi 5 vite, mos e pas nikosisht edhe para burgim. Ka vendim që ka ca pelta, ty që ka thonë do duhet me caktu, ka vendim që ka konfirmu të kundër në kolegjit të gjykatës shkallës parë, por procesi thjesht është zhvillu për çështjet e mënyrës se si është administruar procesi dhe jo të vendimarrjes. Që në fakt prap nëse ka qenë synim më rujt besimin ndaj publikut, po pajtoni që është damtu. Prandaj ka mos. Prandaj ka mos. Jo po, nuk thash asë njerë që u shke ligji, veç që... Prandaj ka mos, të thënë. Nuk thash që u shke ligji, po jemi ka folin për perceptim të publikut. Kjo është një vërtet që ne pretendojmë se është e provuar, nuk është absolute. Ndërsa ne kemi gabu. Okej,